Dhe ne jemi duke përgatitur çajin ton të Murizit për të vazhduar bisedën dhe për t'ju prezantuar me Alketa Schindler. Mirë se erdhe. Ka ardhur nga Gjermania, e falenderojmë shumë, edhe herë tjera kemi patur mundësi të komunikojmë me të, për të na treguar se sa shumë e do Shqipërinë, natyrën, bimët shqiptare. Jo vetëm se ka një histori të vetëm për të treguar në lidhje me shëndetin dhe raportin që ka, por edhe ndje me fat edhe shumë e lumtur që përmes nesh ke njohur doktor Yllin. Më trego pak. Esakt. Ndërkohë po të mirëpresim siç jemi ne mikpritës. Doktori po thoshte që nga zjerja e frutave të Murizit, ngjyra e tyre është zbehur. Po duket pra ka e tillë duhet jetë zjerja. Shifeni nga të kuqe, siç janë këto kokrat, janë zbehur dhe janë gati të bardha. Gjithçka është lëshuar tek çaji dhe ne do ta shijojmë. Alketa. Niki e dashur, unë gëzohem pa mas. Kemi bërë dhe një herë, ose disa herë, një intervistë të shkurtër, dhe sa shkon koha dhe kalon, aq më tepër vazhdon ndihma që ne japim, shqyr Zotit themi, prej këtyre bimëve që kanë arritur dhe janë përhapur kaq shumë dhe në vendet evropiane, siç është Gjermania, Zvicra, Austria, fal Report TV-s, Rezediellit, sepse dhe unë vetë informacionin për doktor Yllin e drejt këtu e mora. Çfarë të lidhi personalisht? Cila gjendje shëndetësore të lidhi personalisht me doktor Yllin që ty tashmë të ka bërë, si të thuash, një shembull konkret shërimi? Jo, është bërë ambasadore e bimëve, e vërtet. Faleminderit. Unë vetë kam patur shumë smundje të rënda dhe aty mi kishin presh shpresat. Jam operuar 3 herë në tru, 1 herë një veshk, dhe mi hoqen shpresat në reanimacion. Shikonin motra Tezja, shikonin nga Amerika, nga bota, shikonin Rezediellin dhe më thanë, shiko se ka bimë shqiptari që ndoshta të ndihmojnë. Vinë në Shqipëri, filloj kurën, dhe si më shihni sot jam ndoshta mirë, jam në gjendje... Si kokremollës je. Mashallah. Jam në gjendje të ndihmoj shumë shqiptar, po dhe gjerman shumë të huaj, dhe të gjithë janë shumë falenderos. Në emër të tyre unë ju falenderoj, sepse për ditë i dëgjoj, janë me dhjetra, me qindra, që kërkojnë, thonë, vetëm ta shprehim një herë këtë mirësi që kemi marrë nga juve. Do jetë dikush që besoj ka të njëjtën histori për të treguar në raport me shëndetin dhe fuqinë që ka gjetur tek bimët shqiptare, tek çajrat. Cilat janë ato bimë, ato çajra, ato formula që ti nuk i ndan nga kuzhina jote, që i përdor tani në mënyrë të vazhdueshme prej vitesh? Rigoni, mëndra e butë, sodë e bukës, piperi, domethënë janë 3 piperet bashkë, janë jashtëzakonisht të mira. Buri im nuk heq nga dollapi Murizin, ekstrakt Murizin është gjerman, po ekstrakt Murizi e di më mirë shqip se unë. Burit gjerman? Po. Që e ka ndihmuar për pjesën e zemrës, ka ndihmuar jashtë muskujve. Jo, ka pasur kalcifikacion, kalcifikime, nuk lëviste do të krahët, dhe tension të lartë dhe kolesterin të lartë. Dhe mosha bënd vetën. Pastaj ushqimet që kemi neve, i kemi andej disi të kontrolluara, të rregullta, mirë po dhe mosha bënd vetën, dhe pak kujdesia, me duhanin dhe këto tjerat. Murizi nuk e ndajme, kam këtu dhe për shoh se wow, lum ju që e keni këtu, sepse në rande e kërkojnë. Servira një çaj të tillë. Lum ne që kemi këtë natyrë të pasur, edhe që keni dhe informacionet. Edhe që e zbrilon dhe u lumton çdo të mirë që na sjell natyra, sigurisht që ka akoma më shumë për të zbuluar. A e ke zbuluar gjithë natyrën, doktor? Çfarë ofron ajo? Jo. Ka akoma për të zbuluar me lloje të ndryshme bimësh. Edhe fëmijëve tan akoma po të kenë dëshirë, akoma do t'ju mbeten punë pa u bërë. Pra, le të themi që nga mbreti Gent, që ka qenë një biolog shqiptar, dhe kur zbuloi atë Sanzën, ai komisioni i vuri emrin në latinisht të tij, e deri më vonë, e deri në vitet që do të vinë më mbrapa, bimët me të vërtet është një minjere tërë që nuk mundet që të arrish eksplorimin e tyre. Por vetëm ne njerëzve ju themi kështu. Ne kemi hapur një port të vogël
dhe i futi njerëzit në botën e madhe të natyrës. Ata le të hyjnë, le ta njohin këtë botë, pa diskutim që do të befasohen, do të relaksohen dhe do të rigjenerojnë jetën e tyre, do të jenë më të shëndetshëm. Si ndjeshte, doktor, që tashmë kjo gjë nuk është vetëm brenda Shqipërisë? Kjo afrim me natyrën, rikthimi te natyra. Atë satisfaksionin, jo se Alketa do të shesi disa bim atje dhe kjo do të fitoj qamet, ose neve kush e disa të pasur do të bëhemi, por ndjejmë atë kënaqësinë sepse është si një dorë e zgjatur e natyrës që i shkon pacientit dhe i jep një ndihmë shumë të mirë në shërimin e një sëmundjeje të caktuar. Pa efekte anësore. Sepse të gjithë duan të kurohen, kush është i smur do të kurohet, por këto nuk kanë efektin anësor që të dëmtoj më tepër. Unë thash që kam patur këtë smundje, po unë kam patur dhe kolitur ceroz 60 cm. Përshëndetje, ju dëgjojmë. Përshëndetje. Ju dëgjojmë, zotëri. Një Lili nga Zvicra lajmërohet. Nga Zvicra. Të përshëndesim, të dëgjojmë shumë mirë, jemi në studio me doktor Ylli Merian dhe me Alketën. Përshëndes doktor Merian, zonjën Alketa po ashtu përshëndes, zamërsisht. Ju lajmërohem nga se kam përdorur disa bimë, disa ilaçe, si them, natyrale. Kam pas një shqetësim me presionin e lartë dhe kolesterolin. Por fal bimëve të krijuara nga doktor Ylli Meria, kështu që duke përdorur ato bimë, ato ilaçe natyrale, gjendja ime është përmirësuar plotësisht. Ju falenderojmë shumë për vlerësimin. Faleminderit e prej teje për po ju ndëgjoj, faleminderit shumë doktor Meria. Është diçka që në vende të ndryshme nuk është ky raporti që kemi ne me natyrën dhe me përdorimin e bimëve. Qoftë për shkak të mosnjohjes së tyre, mungesës së pakët të informacionit, ndaj dhe këto emisione shërbejnë shumë mirë si mbështetëse të gjendjeve të caktuara shëndetësore për t'i rikthyer tek rrënjët, për t'i kthyer syt tek natyra. Ajo kur nuk na braktis, ajo shëron mbi të gjitha. Ne kemi fakte dhe histori shumë të suksesshme të trajtimit nga bimët medicinale, nga kombinimet e ndryshme receptura, se më erdhi për qesh kur thaj që nga bimët që ka krijuar doktor Ylli, por që i ka krijuar natyra, edhe që doktor Ylli ka studiuar dhe i ka bërë në shërbim të shëndetit tonë. Dhe telefonuesit, kudo që na ndjekin anë e kënd botës, tashmë e njohin mbi të gjitha, e njohin natyrën shqiptare, e njohin potencialin që ka, bimët, çajrat, kombinimet e ndryshme. Kemi tjetër telefonate, mirëpresim. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush është në linjë? Jam nga Maqedonia. Por jetoj në Gjermani. Unë e përdor bimët, çajrat, varret esencial, dritrat, ashtu plurat, radionat, ramin, qëtita. Po jo për vete, por për bashkëshortin ti. Rreth një vit i gjysmë është diagnostikuar me kancerin e prostatës, po ashtu dhe metastaza në kocka. Dhe jam shumë e kënaqur pas Zotit dhe përdorimit të bimëve. Faleminderit shumë e dashur për telefonatën. Tu urojmë shëndet, faleminderit që i afër natyrës shqiptare. Një mrekulli. Një mrekulli me prostat dhe me metastaza në, si themi, në pjesën e legenit. Jam e sigur që janë të panumërta, të pa fund me historitë që mund të rrëfej dhe duan orë të tëra për të folur për to, për të rikthyer dhe më bëhet qefi që në një farë mënyre kemi shërbyer edhe për te i kufive përmes këtij emisioni, kësaj hapësire të bima dhe shëndeti. Të uroj shëndet pas gjithë atyre peripecive që ke kaluar me shëndetin tënd. Se nuk ishin vetëm ato 3-4 bimët erzat që përmende, po unë e di që ti ke një farmaci të tërë bimore në shtëpi, kushdo do ta ketë. Unë jam 54 vjeçe, jam në premenopauzë, është më se e logjikshme që përdor shumë bimë të tjera
për çfarë do lloj gjeje të vogël që të kem, qoftë dhe gripi më i vogël. Se për pjesën e kujtesës, si më the, të mbaj mend para shumë vite dhe çfarë kishe veshur në kontaktin tonë të parë që qoftë. Ja i keni të kujtesës doktorin Se shoferuar trerë në tru, domethënë. Për shaka, faleminderit shumë, mund ta shijojmë çajin. Doktor, faleminderit. Një kënaqësi me vërtet që morëm nga telefonuesit nga jashtë. Besoj du të gjenë aty ku ke qenë, gjithmonë në adresën tënde në Gjermani, apo jo? Mund të referohen për të marrë porosit e tyre. Po njësoj ka ngelur gjithçka, ne jemi shumë të lumtur në rast se i ndihmojmë sa më tepër, sidomos shqiptarët tanë andej. Të falenderoj shumë edhe një herë, jemi të hënën e ardhshme bashkë, doktor, me publikun që na ndjek. Faleminderit dhe juve që na ndoqët, kalofshi një ditë të bukur.